vitin 1991 me 30 dhjetor të vitit 1991. Për ngjarjen e lavdishme dëgjoj shpesh, por edhe këtë 5 mars vlerimi nipi i Hamës Jasharit ishte i teri vesh kur flitej për heroizmin e familjes së tij. Dhe jam shumë krenar me veprat e familjes time. Kanë hekur shumë sepse nuk kanë posër edhe shumë municione. Kanë qenë vetëm 56 anëtar të familjes. Menoj që kanë bërë shumë kontribut mirë sepse kanë luftu për venin tonë, për mushtiru venin jonë sot edhe na medalja din lirë shumë. Njëjtë si ai, të gjithë shokët e klasës dëgjonin me vëmendje mësuesën e cila u fliste rreth ngjarjeve të 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 98 në Prekaz. Kom dëgju se kontributi i familjes Jashari nuk është vetëm në vitit 1998 dhe 99, por është që nga viti 1990. Unë e vlerësoj shumë sepse tash në këtë kohë na jena shumë të lirë, mujna me çka dojna. E ngjarjen e para 27 vjetëve ua kishte shpjeguar shumë gjeneratave, por mësuesja Vlora Jashari, e cila po ashtu është antare familjes Jashari, tha se nuk lodhet kur duke treguar. Rim të tyre, sot festojmë 27 vjetorin të epopesë së ushtrisë çlirimtare. Ora e parë e mësimit i u kushtua epopesë së UÇK-s në të gjitha shkollat e Kosovës me vendim të Ministrisë së Arsimit.